Si është një atëherë pas 5 vitesh Volt? Çfarë suksesi e pret në vitet në vazhdim? Duke qenë një kompani në fushën e teknologjisë, do thoja që do të vi me risi të reja dhe me zhvillime të reja, që do thotë përveç shërbimit delivery, do të ketë edhe shërbime tjera që do të ofrohen nëpërmjet platformës. Tani është pak herët që unë të flas për këto shërbime, por konsumatorët do të shikojnë gradualisht edhe këto do të prezantohen në muajt edhe në vitet në vijim. Ndërkohë, një gjë mund të them që platforma Wolt nuk është më thjesht delivery i ushqimit, por të mundson delivery të çdo produkti, qoftë supermarket, farmaci, produkte teknologjisë, nesër pas nesër do të ketë edhe veshjet përfshira në platformë, është si një mini qendër tregtare që ti e mban me vete në xhep kudo që je. Praktikisht në Kosovë dhe në Shqipëri duket se po ka shumë sens dhe ne e përjetojmë këtë çdo ditë. Absolutisht. Mirë, me që jeni nga fusha e telekomunikimit, unë besoj që kontributi juaj është në aplikacion. Në pjesën e sugjerimeve, përditësimeve të tjera që vazhdimisht janë të nevojshme. Risitë e tjera do t'i lëm në një podcast radhës apo do t'i shfaqim tani? Besoj që do na duhet një podcast tjetër i radhës edhe më i gjatë për të folur për gjitha shërbimet e reja që Wolt edhe DoorDash po prezantoni në nivel global, le të themi. E mira e këtyre platformave, do thoja unë, për shtete si Shqipëri dhe Kosovë, edhe Ballkanin Perëndimor, është se nëse para disa vitesh apo para shumë vitesh teknologjia ka qenë avantazh i shteteve të zhvilluara, sot me këto platforma globale, çdo gjë e re që prezantohet në një shtet të zhvilluar, automatikisht, paralelisht në të njëjtën kohë prezantohet edhe në për shtetet siç janë Shqipëria, Kosova apo pjesa e Ballkanit. Në këtë pjesë të fundit të këtij epizodi të parë të podcastit tonë, do dëshiroja të ndaleshim tek një rubrikë e cila quhet Mit apo e vërtet dhe ju na tregoni se cili është ai mendimi i parë që ju shkon ndërmend. Mit apo e vërtet? Njerëzit në Volt hanë më shumë fast food se sa më parë? Njerëzit duan diçka të shpejtë dhe vetë nga emri fast food do thotë që ajo është në krye të listës, sepse kur futen në platformë janë të uritur, individi është i uritur, mezi pret që ta ketë porosin në dorë, kështu që fast food është në krye të listës. Mit apo e vërtet, një restorant mund të rrisë shitjet pa rritur cilësinë vetëm duke u pozicionuar mirë në aplikacion? Është e pamundur. Është e pamundur. Praktikisht një biznes i rrit shitjet kur klientët janë të kënaqur me shërbimin, nuk i rrit shitjet sepse ka marketingun siç duhet. Mit apo e vërtet, në ekonominë e platformave, marketingu është më i rëndësishëm se vetë produkti? Tham pak më përpara që Wolti praktikisht nuk investon në marketing, por investon kryesisht në eksperiencën e klientit edhe në produktin që ofron.